çdo herë monitorimi bëhet përmes qendrës për punë sociale, lajmërohet rasti përmes qendrës për punë sociale, përcillet përmes qendrës për punë sociale. Po kemi raste që nuk janë të identifikuara, nuk përcillen. Nuk përcillen deri në momentin sa shkojnë për të lindur në institucion, në klinik. Po deri ato, derisa të vjen të momenti për të hyrë në procedurën e lindjes, ato janë rastet e pa identifikura, kur vjen procedura e lindjes, pastaj në të procedura tjera, lind fëmia, lajmërohet rasti, lajmërohet policia, lajmërohet qendra për punë sociale, lajmërohet Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale për të merr me rastet dhe për të vazhduar me procedurat, nëse nëna dëshiron ta braktisë fëmijën. Domethënë, nuk është se jemi për pap kujdes institucional, domethënë, kur rasti lajmërohet për braktisje, institucionet e afrojnë secila kontributin e vet. Unë veç e përmenda se faktor të shkaqe të arsyes së braktisjes së fëmijëve në shumicën e rasteve kemi probleme financiare, kemi shtatzanit e pa dëshiruar, në rast kur kemi shtatzanit e pa dëshiruara, këtu flas për stigmën sociale, shoqërore, domethënë një shtatzani e pa dëshiruar, e pa planifikuar, jashta martesë është problem sot në familjet tona, në shoqërinë tonë, me urrit një fëmijë pa prind. Ne e dim që kishin me pranu familjet tona një fëmijë që nuk i dihet prindi. Edhe qysh kishin me përkra një vajzë, apo një nanë, apo një motër, nëse ndodhet në atë situatë. Është më të vërtet, është shumë e rëndësishme se përveç braktisjes se ndodh